Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se erdhët në emisionin Good Evening Diaspora bashkë me kolegen time Dezi Gaçe, gjithashtu të ftësuarin Sokrat Hodo, studiuesi i librit Gjuha e Nënës. Do flasim sot pak për gjuhën e nënës, një temë shumë interesante për ne të diasporës këtu, sepse është shumë vështirë për fëmijët tanë të mësojnë edhe gjuhën shqipe, sepse janë rritur këtu në Angli, si edhe në vende të tjera. Pra kjo është një libër shumë i mirë për ta lexuar si të rinjt, po ashtu edhe ne. Po. Në radhë parë njerë, para se të kaloj te libri, që normalisht është një elementi kryesor i emisionit sot, unë jam shumë e kënaqur që Sokratin e kam në studio, në radhë parë që është bashkëtarë im, që jemi nga njëjti vend, dhe më duket se kur jemi në Shqipëri, e dim që jemi të gjithë me njëri tjetrin, po në vend të huaj ndjehemi sikur jemi akoma dhe më afër. Dhe është kënaqësi shumë e madhe dhe aq më tepër që do flasim për një libër që flet për gjuhën, për atë që ne si shqiptar krenohemi më shumë, nuk e di, kemi një nga asetet e pasurisë tonë kombëtare, apo jo? Faleminderit nga ana ime për ftesën dhe u kam ndjekur disa herë edhe unë si emigrant në YouTube, në kanalin tuaj. Kam parë disa gjëra interesante dhe unë prandaj dhe shpreha këtë, më duk përveç nuk e dija, domethënë lidhjen që bëre që ishëm dhe patriot, por ne gjithë jemi patriot e vëllezër mbar shqiptarët. Tema, po, shumë interesante dhe emërtimi Gjuha e Nënës është një titull që unë duket si shumë i dëgjuar, është përdorur si shprehje që shqipja është gjuha e nënës, gjuha e rënjës, gjuha e qendrës. Kështu, por nuk isha parë në një libër që të shkruhej Gjuha e Nënës. Po. Dhe kjo më duk interesante, sepse dhe titulli është një belap më vete kur kërkon të bësh një... Po, doja të pyesja realisht, nga ka ardhur si të shkoi në mendje, apo kjo ishte arsyeja? Po, unë faktikisht kisha ndërmend diçka tjetër, dhe asaj ndonjë si ide një kohë gjatë, pastaj ndryshova në momentin e fundit, se mendja ndryshon. Po. Dhe ideja ishte që vetë deri më sot, gjuhët janë quajtur gjuhë të njëjtit trung. Po. Edhe ne në përgjithësi ato trungu genealogjik që përdorim për treguar prejardhjen tonë, është një paralelizëm që më bëri që të vendos këtë gjë, domethënë mos të dal jashtë larg asaj që njihet deri më sot. Pra janë quajtur një familje dhe unë me këtë të gjitha gjuhët i quaj gjuhë të një familje dhe nuk shikoj ndonjë gjë të keqe që të themi që një gjuhë është bija apo biri i një gjuhe tjetër, sepse përderisa gjuhësia deri tanishme e ka konsideruar si një pemë. Pra është një pemë e cila thjesht ne duhet gjejmë se kush është rënja, kush është trungu, kush është dega, kush është fruti. A mendon që është gjuha shqipe e pasur me njohurit që ti ke? Gjuha shqipe, a është e pasur, do të thënë, a është zhvilluar, a ka arritur atë zhvillimin atje ku duhet, si gjuhë është e plotësuar, po ta krahasosh edhe me gjuhët e tjera? Po. Gjuha, unë e them edhe aty që nuk është konstruksion, që ti e ndërtove dhe rri ashtu. Po, ka nevojë për... Pra, ajo gjithmonë evolon. Ne shikojmë që... Mirë po evolucioni i gjuhës shqipe, në dallim nga gjuhët të tjera, ka një të veçantë, sepse ajo është si puna e kalave shqiptare, të cilat në bazament kanë gur pellazgjik, pastaj vinë muret i lirë, pastaj mund vinë ndërtimet të tjera moderne. Pra, ato mbështeten mbi disa gur themeli, të cilat ne nuk i kemi hequr. Ka gjuhë të tjera që janë gjuhë të reja, ka dhe gjuhë të reja, të cilat janë bërë nga e para. Për shembull, gjuha Esperanto që përdorën, që tentuan europianët për të krijuar mbas i krijuan komunitetin, nuk funksionoi, megjithatë është një gjuhë e re. Pra është një shpikje. Apo dhe gjuhë tjera si latinishtja që flitet. Megjithatë,
Për punë lashësie, mendoj se është një term jo i përshtatshëm për të thënë kush është më e vjetër. Po. Prandaj unë them që duke konsideruar si një pemë, mund të themi që kjo ka këtë pozicion që ka. Kjo është rrënjë, kjo është frut, kjo është deg. Dhe duke konsideruar të gjithën si një pemë, të njëjtën gjë që kanë bërë dhe tjerët, unë them se ne kemi rolin e nënës ose të rrënjës, atje ku mblidhen fëmijët herë pas here. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të flasim për njëri tjetrin me më respekt. Pra fëmia duhet të flasë me më respekt për nënën dhe nëna për... Kështu që unë nuk mund t'i konsideroj gjuhët e tjera, po themi me këtë term, nuk mund t'i konsideroj dot më inferiore apo më superiore. Edhe gjuha shqipe, duke thënë më e pasur apo më e varfër, nuk është puna se është më e pasur apo më e varfër, por me qenë se nëna di disa gjëra, ka parë diellin çik më para, si me thënë, di disa gjëra më shumë, mund t'i themi që ka një pozicion, ka këtë pozicion që ka, para pa i dhënë ndonjë supermatësi. Ka gjuhë, për shembull si anglishtja, rusishtja dhe gjuhë tjera, apo arabishtja që janë gjuhë me nga 1 milion fjalë. Por kjo nuk do të thotë që janë të pasura. Shqipja mbahet për një fjalor të mbledhur, 50-70.000 fjalë. Pra të bësh të njëjtën gjë, me qenë se unë kam mbaruar edhe për inxhinierie dhe mund të bëj një krahasim. Nëse ju keni në dorë një magazin me element dhe bën një makinë me 5.000 element dhe njëri bën një makinë tjetër me 10.000 element, kush është më genial? Është ai që bën një me më pak element, më ekonomike. Unë mendoj që nga një herë më varet, sepse ne shikojmë, sidomos kur studion edhe gjuhën angleze, ne shikojmë se shumë fjalë është shumë e vështirë për t'i përkthyer në gjuhën shqipe dhe don shumë fjalë për ta shpjeguar një fjalë të vetme në anglisht. Po kjo unë nuk kam parë ndonjë, nuk ose jam njohës i thellë i anglishtes, them që jam studiues i kësaj gjuhe që të punoj. Por, më problem ka anglishtja të përkthej fjalë shqipes. Unë sot, për shembull, që njo anglishten, sidoqoftë, njo italishten, dhe edhe italishtja është një gjuhë shumë e pasur. Po, disa shprehje, jo disa, po janë me dhjetra, jo vetëm që nuk përkthehen dot në anglisht, por edhe në Shqip nuk u kanë gjetur kuptimin. Pra ne e shohim edhe këtu në Angli që çdo ditë pra pasurohet gjuha, edhe zgjidhin fjalë të reja për fjalë të ndryshme, pra për kuptime të ndryshme. A bëhet kjo në Shqipëri? Dhe apo humbasin fjalët shqipe? Shiko, unë po ta nis nga gjuha shqipe, ta nis edhe një herë aty ku Sokrati po tregonte, domethënë lashtësinë, është gjuhë. Deri para pak kohësh edhe unë kisha idenë që shqipja ishte ndër gjuhët më të lashta. Por realisht ne nuk mund të themi as ka qenë më lashta dhe as nuk ka qenë dhe as është, sepse nuk kemi as si lloj dokumenti që ta faktojë këtë gjë për fat të keq. Nëse greqishtja ka fakte, i ka dokumentuara që është gjuhë ndër më të lashta, Shqipja mund të jetë më e lashtë se greqishtja, por ne këtë gjë nuk e faktojmë dot. Ne dokumentin e vetëm që nis gjuhën shqipe nga gjenezën e gjuhës shqipe është në 1400 e canë, që ishte me një dokument pagëzimi që është shumë vonë. Që flasim për vitet kur kanë dalë gjuhët dhe kur janë dalluar gjuhët. Po, jo, Gjon Buzuku është pas këtij dokumentit që them unë. Mashari Gjon Buzuku po. Mashari Gjon Buzuku është pas këtij, është 1500, është gjetë një dokument, një certifikat pagëzimi që në 1440 mos të gaboj vitin. Një gjë të veçantë që gjuha shqipe, alfabeti shqip, po tani që nga alfabeti është që ne kemi një alfabet unik, realisht. Dhe gjuha shqipe është unike. Është unike sepse po ta krahasosh me gjuhët e tjera, që të gjitha kanë pothuajse, se s'mund t'i generalizoj të gjitha, po pothuajse kanë bazë latine. Shqipja ka derivuar sepse donte të largojë nga alfabeti turk edhe arab, që pak a shumë kanë të njëjtën. Dhe deshta ta cek edhe këtë. A është koha, deshta të them, që kur janë prur, pra që kur janë shkronjat,
Po, shkronjat, Shqipe. shiko, nuk e vërtetojmë, nuk mund ta themi saktë atë se kur është, sepse nuk kemi asnjë lloj dokumentacioni që ta faktoj këtë gjë. Edhe pa pasur baza është e kotë që ne të flasim na, se ne dëshirë mund ta kemi, që gjua shqipe është njëshi në botë dhe është për ne është më e mira dhe i ka të gjitha vlerat më shumë se në gjithë botën. Por realisht nuk mund të flasim pa pasur fakte. Janë të gjitha, domethënë, nuk e di për çfarë arsye janë shkatruar provat si qysh tek nuk kemi asnjë lloj dokumentacioni, po fakti ky është, deri më sot akoma nuk kemi gjetur diçka që ta. Shiko, faktet nuk është e vështirë për të gjetur. Fakte mund të gjesh sa duhesh. Unë, pavarësisht se nuk kam interes që edhe në këtë emision të flas se si mund të gjesh fjalë të përdorura, po themi, 3200 vjet para. Pa problem. Unë nuk jam studius i këtyre gjuhëve të vjetra, por arrit ta dalloj se një fjalë shqipe gjendet në një material që mund të jetë grek, mund të jetë egyptian, mund të jetë pers, nuk ka problem. Unë të gjej fjalën dhe të them që kjo është shqip. Është përdor që atëherë. E megjithatë, po doni, unë po jap një shembull. Po e them si dyshim. Dikush mund ta anatemoj, dikush mund ta pranoj. Po me që unë nuk e kam thënë në libër këtë gjë, po e them tani, për herë të parë te ju. Libri i Iliadës është 2700 vjeçar. Dhe ai përshkruan një ngjarje që ka ndodhur dhe 500 vjet më përpara luftës së Trojës, i thon 3200 vjet. Unë supozojmë se ajo nuk ka ndodhur, ose që ky Homeri e ka trilluar. Por ai vë një emër aty që është Agamemnoni. Agamemnoni njihet, domethënë, njeriu që theu bashkë me Akilin e tjerë, po ai, domethënë, egua e tij vajti deri në Trojë. Por po të shikosh nuk gjen asnjë emër tjetër Agamemnon në histori. Qofse do themi që është një emër grek. Po të shikosh, gjen emrin Memnon. Memnon ke sa duash, edhe sot në lindje të mesme. Pra do të thotë që fjala aga, që nga fjala vjetër, Memnon Agai, si me thonë. Mund të thuash Aga Memnoni, mund të thuash dhe Memnon Agai. Pra fjala aga, që ne e përdorim akoma sot, është të paktën 2700 vjeçare, apo po themi dhe 3200 vjeçare. Pra pa që ndonjë studius i thekur, unë po të sjell një fjalë që të paktën do t'u pëlqejë, edhe sikur mos ta merrni për bazë, është diçka që të intrigon, apo jo? Po, absolutisht po, dhe ka shumë fjalë që të fusin në dyshim për këtë që theti, ka shumë. Se ka edhe pra jo, se tham të faktet. Ky është një fakt. Kjo se duhet përdorë dhe logjika. Se ti mundet imagjino dy fjalë që ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Tani ka dhe Gojdona një shkronjë janë të faktuar apo jo që në parlamentin e parë grek është folur shqip. Pse është folur shqip? Pse është folur gjua shqipe? Edhe ajo nuk është një, se neve u besojmë dhe këtyre që thuhen. Ne nuk e dim. Nuk e dim, pikërisht pra. Okej, sot është ky realiteti. Ata flasin greqisht, ne flasim shqip, këtu anglisht. Pra, ky realitet duhet gjykuar në bazë këtij realiteti. Dhe ky është fakt që duhet ne të kapemi. Pra ti nuk mund të kape sepse historia edhe të gënjen. Jo, po është dhe për të ardhur keq, se mua më vjen keq realisht për meqense ne kemi një ne jemi, më thënë, ka qenë një gjuhë indo-europiane, është shkëputur dhe është unike, në qoftë se ti në gjithë botën shumë gjuhë kanë ngjashmëri me njëra tjetrën, shqipja është për mua, me çka kam lexuar, me çka informacion e kam, është unike. Ka 36 shkronja, ka shumë shkronja, që zakonisht ka 24 apo 26 maksimumi. Shkronjat u krijuan pak më vonë. Pse mendon se u krijuan pak më vonë shkronjat? Jo, nuk janë krijuar pak më vonë shkronjat. Pikërisht kjo na mungon. Shkronjat edhe për shkronjat gjenden. Shkëputjen e alfabetit ne dim që është shkëputur nga ai arab edhe turk, por nuk kemi asnjë lloj informacioni se si është ndërtuar dhe pse është bërë ky alfabet. Pse ka, më thënë, ka qenë një gjuhë tjetër, ka ekzistuar një gjuhë tjetër që ka derivuar alfabeti jon, për të cilën ne nuk kemi informacion, nuk kemi fakte. Këtu është, më thënë, kjo është enigma. Këtu është pikpyetja që cila gjuhë ka qenë kjo që ka derivuar alfabeti shqip dhe gjuha shqipe. Le të themi që gjuha e folur ka qenë më përpara gjuhës shkruar.
Pavarësisht se njeriu ka gërvishur Po, gjithmonë. patjetër, po. Po, ne fakt mund të analizojmë ato gjuhë që janë të faktuara. Për shembull, gjuhët egjiptiane është një gjuhë goxha e vjetër. Thon 4000 e ca vjet. Po edhe fenikasit, e cilët kishin një alfabet që ngjan shumë me alfabetin latin. Pra thjesht latinët e përmbysën shkronjën në gjeometrinë e saj. Pra ngjashmëria atyre është shumë e dukshme. Dhe ajo, fenikasit janë gati 3100 vjet para, ky alfabet. Pra, tani, ne nuk mund të shkojmë pafundësisht. Mund të shkojmë sa duam, mund të shkojmë deri në një dhe me fakte. Mund të shkojmë edhe të gjejmë origjinën se si. Unë nuk jam marrë me këtë dhe nuk duat vete kaq thellë. Por mund të gjej, mund të them edhe me saktësi dhe me fakte. Siç u thash për fjalën Agamemnon, mund të them se kush kanë qenë fjalët e para që janë përdorur. Për shembull, dy teori që njihen deri tani, edhe disa teori tjera që po glojnë, se ky etimologjia është bërë një sport në Shqipëri. Dhe jo pa të drejtë. Pra, ky është një fenomen që duhet vërejtur. Por teoria e Petrozhejt, që ndoshta e keni dëgjuar besoj. Po, Petrozhej përtej teorisë së vjetër, e cila ajo ka meritat dhe vendin e vet dhe ajo, ai zbuloi diçka dhe ai e ka hedhë këtë, e ka përforcuar me fakte, se e kanë thënë dhe njerëz të tjerë, siç e ka thënë Naimi, që është gjuhë perëndie, siç e kanë thënë Rilindasit në përgjithësi. Por ky ka bërë një punim me 4 volume, që janë mbi 3000 ca faqe, unë nuk i kam lexuar të gjitha, sepse është vështirë dhe të gjenden, por ai hodhi idenë dhe ka bërë dhe një shpikje, po themi. Po shpikja nuk është që është nxjerrë nga hiçi, ai ka përdorur një logjik të lartë. Dhe ka për ta bërë praktike këtë, ka shpikur, po themi, një algoritëm simbolik quhet, e cila zbërthen këtë ide, të thotë që shqipja minimalisht u jep kuptim, u jep koshiencë gjuhëve të tjera, sepse ato ruajnë në mënyrë jo koshiente diçka në zemër, që është rrënja e fjalës, dhe ajo është shqip. Sepse po ta kuptojmë dhe shkronja shqipe është tingulli. Çdo shkronjë shqipe është se si tingëllon. Pra ai mendoj që ai person që e ka krijuar edhe shkronja shqipe është me bazë të tingullit. Po. Diçka tjetër që ka alfabeti, me që po flavë më fut prapë tek shkronja tek alfabeti, besoj që gjuha shqipe, alfabeti shqip është ndër të vetmit alfabete që çdo shkronjë siç lexohet edhe shkruhet. Në qoftë se për shembull anglisht si mungojnë shumë fjalë dhe që ti lexon, por që në alfabet nuk i gjen, në shqip ti ke, duke e thamë edhe pak më parë, kemi shkronjën N, kemi shkronjën L, shkronjat e bashkuara që s'para i kanë gjuhët e tjera. Kemi zhën, shën, thën, me thënë xhën, janë shkronja që dhe si i dhe bashkimi i këtyre shkronjave që është unik, edhe mënyra se si edhe i shkruajmë edhe i lexojmë. Për mua kjo gjë e bën të pasur. I vetmi pengi imi është futja masive e uazimeve e fjalëve tuaja. Shiko, gjuha ka progres dhe evolon, nuk diskutoj siç e tham, se nuk është një gjë që u bë një kuti, u bë një shtëpi dhe mbaroi aty. Është gjithmonë progres. Është si gjenden fjalë të reja, krijohen. Që nuk ndalon kur, po është si Sagrada Familia në Spanjë, që është kisha që nuk mbaron kur së ndërtuari, edhe shqipja dhe alfabet dhe gjuha, jo vetëm shqipja, po çdo gjuhë e botës është në evolim. Problemi, shqetësimi i pengu im është që po evolon si në kahun e gabuar, duke evoluar, duke humbur fjalë shqipe. Ne kemi fjalë shqipe që po humbasin. Neve kemi njerëz sot që nuk thonë tungjatjeta më, nuk e përdorin më. Unë nuk e dëgjoj fjalën më edhe kur shkoj në Shqipëri, se këtu okay. Shkoj në Shqipëri dhe unë fjalën tungjatjeta nuk e dëgjoj. Në një kohë që është një fjalë shqipe shumë e bukur, pse të mos e përdorim? Pse të mos e përdorim gjithmonë, ne themi hello, themi hi, do të themi përshëndetje edhe atje. Është e paragjykimi i fjalës ndoshta të vjetra shqiptare. Nuk është tek paragjykimi, nuk besoj që është paragjykimi, se sa është që janë më trend, ndjen më cool, ndjen më, ke parasysh që duket vetë më dhe nganjëherë janë edhe më të lehta. Dhe po dëmtohet, jo, sepse dhe nuk është e vështirë për ne të themi tungjatjeta. Do të thëmë, për mua kjo bëhet një cungim gjuhës shqipe, duke hequr fjalë shqip dhe duke implementuar fjalë të huaja shablon,
Mua më vjen shumë keq që gjua jonë është në këtë lloj rrugë, domethënë. Po, e kuptoj. Edhe unë nuk se, megjithatë nuk e shikoj me shqetësim këtë gjë, sepse ujërat turbullojnë herë pas here, po në fund kullojnë prapë, nuk është problem aty. Ideja është që këto gjuhë kërkojnë në një mënyrën e tyre që të prekin qëndrën. Pra gjuha, edhe unë atë e shpreh aty, që gjuha shqipe është një, si që mund të tregoni dhe në ekran kopertinën. Kopertina ka kuptimin thjesht, një interpretim i simbolit yin-yang, kinez, me të bardhën dhe me të zezën, dhe në mes është një vije artë, që është e mesme e artë. Pra gjuha e nënës është e mesme e artë. Është e treta që deri më sot nuk është përfshirë. Kjo vije artë, kjo vije mesme, është ajo që bën bashkë të gjitha gjuhët. Dhe sot është ky trend. Pra anglezët po tentojnë, po krijojnë, kanë të themi që është e dukshme ajo efekti që kanë sot në globalisht. Pra, që të futet anglisht e gjitha pra gjuha po bëhet. Por ideja është që sot ajo ka arritur një lloj pjekurie, një maturim. Nuk mund dhe për mua unë e shoh të vështirë që bie fjala rusët mësojnë anglisht apo kinezët, francezët nuk e përdorin. Po, francezët janë shumë fanatikë në apo dhe gjermanët apo të rrallë janë. Po desha të cek diçka që edhe gjuha angleze nuk është e pasur si ndoshta në kohën e para 50 vjetëve, diçka se gjuha e mbretreshës, siç e përdorin këtu, nuk flitet tani. Shumica është një pjesë shumë e vogël që flitet gjuha e mbretreshës edhe para gjykohet, në qoftë se dikush flet edhe gjuhën e mbretreshës, je shumë i pasur, mos fol, ndoshta para gjykohet pak, edhe njerëzit janë sikur janë stepur pak për mos ta folur se sa duhet gjuhën e mbretreshës, që dikur ishin shumë krenar të flitet gjuha, tregote diçka që je i pasur, je i edukuar. Gjuha më letrare, po, gjuha më me... Shikon, nëse ti dëgjon anglisht adoleshentët sot, nuk i kupton fare çfarë thonë. Do të ti flet me një anglisht, po, do të thënë ata flasin ato mënyrën e tyre, zhargonin e tyre, do të thënë që i ndryshojnë gjërat edhe ti e din vetëm ata me sinqeritet ti je komplet çfarë gjuhë janë duke fol, çfarë janë duke thënë. Po, gjuhë e re. Po, megjithatë anglishtja është kaq e pasur si gjuhë, sa nuk besoj se preket nga gjëra të tilla, sepse këtu në shkolla flitet gjuha e rregullt letrare angleze. Nëpër institucione, nëpër gjitha vendet, pavarësisht që këta janë pak më liberal me dialektin, apo me duke që është një vit po, më pak paragjykues, sepse këtu ka dhe shumë të ardhur, edhe këtu për aksentin, se si flasin këtu nuk ka asnjë problemi. Këta e përqafojnë çfarëdo lloj. Problemi është për ne që duhet i kuptojmë. Po, që duhet i kuptojmë. Shikoj, ne ndonjëherë mund të kuptojmë mirë një të huaj se sa një anglez tamam. Ndoshta jo në Londër është pak më e përgjithshme, jo më e pastër, po pak më e përgjithshme sepse ka komunitetet ndryshme dhe duhet i ta me thjeshtëzuar, po, për ta kuptuar, po. Kurse nëse shkojmë nga ana e Liverpoolit të Scotland edhe nga ana e Veriut, është pak më e vështirë ta kuptosh sepse janë shkurtuar dhe është shumë e vështirë, sidomos në Liverpool, unë nuk e kuptoj. Shiko, këtë problemin e dialekteve kemi dhe ne. Unë, duke qenë nga Vlora, nga jugu, do të thënë isha mësuar vetëm me dialektin ton, me të folurin ton. Kur kam ardhur këtu, jam njohur me njerëz që janë nga pjesa veriore e Shqipërisë. Dhe në fillim nuk kam kuptuar asnjë gjë. Kur kam biseduar me dikë që ka qenë i zonave të larta andej, unë të betohem që nuk kam kuptuar asnjë fjalë nga gjithë fjalia që është thënë. Do të thënë tani jam mësuar dhe mund të arrijë ti. Truni njeriu edhe pranon. Ka mësuar shprehjet, ka mësuar, jo, po s'isha ballafaquar asnjëherë, dhe nuk e ke dëgjuar, nuk është e vështirë. Kurse tani, duke bërë shoqëri, duke qenë më afër asaj gjuhe, tani e kuptoj dhe nuk e kam fare problem. Edhe gjuhën e Kosovës, që ka disa fjalë komplet ndryshe nga ne, edhe ata i kuptoj shumë mirë. Domethënë që dhe ne në vendin ton, që flasim shqip në fundit, kemi shprehje që nuk. Po kjo është një e veçantë. Prandaj dhe unë thash që Shqipja është një gjuhë e vogël dhe që të ketë kaq një larmi kaq të madhe, jo vetëm në tradita, po edhe në gjuhë, domethënë është çike çuditshme. Po. Domethënë të fliteshin në një territor kaq të vogël, kaq shumë dialekte, po se dy dallojnë
Tosk dhe Geg, po edhe folmja e Shqipërisë mesme ka karakteristikat e saj, edhe muzeqarshja ka dibranqja, po ashtu për ne të veriut është pak më lehtë për ta kuptuar ndoshta edhe gjuhën letrare sepse kuptohet pra më rehat se sa të kuptojmë një dialekt tjetër nga ju, për të fjalët e kuptojnë një dialekt tjetër, sidomos nga shqiptarët e Kosovës, sepse shqiptarët e Kosovës e kanë pas shumë të vështirë. Mos ta harrojmë se e kanë pas 100 vjeçar që kanë mësuar gjuhën serbishte dhe kanë ke pas e kanë ruajtur shqipen mirë. Madje ata përdorin disa fjalë shqip. Kanë përdorin disa fjalë shqip të vjetra që neve i kemi humbur fjalorin tonë të përditshëm, kurse ata i kanë ruajtur. Edhe kjo mua më duket gjë shumë e mirë. Shumë njerëz në Shqipëri dhe sidomos në rrjetet sociale e shohim sepse paragjykojnë, e dim sepse i jepet të drejta çdo kujt për të shkruar edhe ndoshta edhe një fëmijë. Pra, por mos e harrojmë se sa me simpati edhe sa me vojtje shqiptarët e Kosovës e kanë ruajtur gjuhën shqipe ku nuk kanë pas drejt edhe kanë qenë në podrume duke mësuar gjuhën shqipe. Po, absolutisht. Po Kosova është vetëm një fakt i atyre gjërave që ne tham fillim, që ne na kanë persekutuar. Kemi pas shumë mbryla, është vërtet. Të paktën 2300 vjet që nga Roma në kohën e mbretërve dhe mbretreshave ilire, e deri pak vite më para. Me Kosovën është një fakt, domethënë, i fakti fundit dhe i gjallë që ne e kemi prekur, e kemi parë, e kemi përjetuar, që gjuha dhe populli i ynë janë persekutuar nga... Mirë, po ne i kemi toleruar, le të themi, ose u kemi treguar dhe vendi, nuk diskutohet, por i kemi toleruar në kuptimin që jo se s'kemi ditur, se kjo dihet dhe botërisht që shqiptarët janë një popull që nuk kanë mësuar, sulmuar asnjë vend tjetër. Pse? Sepse ne e dim që siç jemi sot të rrethuar nga shqiptar, ashtu kemi qenë dhe atëherë dhe nuk kemi dash që të luftojmë fëmijët tanë. Po. Një tjetri. Gjakun tonë. Ndoshta dhe jemi një kom solidaritar sepse ne që në kohën, që në luftën e dytë botërore, ku çdo shtet ja ktheu shpinën jahudive, ne i pranuam edhe i fshehem pra dhe i ndihmua asnjë jahudi ose Joyce që thënë këtu nuk është vrarë në Shqipëri nga rasizmi. Këto janë fakte që i gjithë edhe sot ne shohim që prap ne solidarizojmë të vrarin. Ndoshta ne jemi edhe ai racë që nuk e dua një pushtues. Prandaj vetë emri i lirë që kemi pat më përpara. Jemi shumë të mirë, dim. Po dhe Shqiponja, po. Tani në lidhje me librin. Kur e ke lisur librin? Shkronjën e parë, fjalën e parë, kur e ke në letër? Se atë idenë se pse doje ta bëje, kuptuam se sqarove shumë bukur. Po kur e ke nisë dhe kur e materializove? Na trego pak për rrugtimin e librit. Atëherë, libri ka disa të veçanta. Unë këtë po e filloj me historikun e shkurtër të saj, mbasi lexova një libër për etimologjin, ose disa libra faktikisht, po një nga librat ishte libri Petrozhejt, roli mesianik i Shqipes. Aty mora një ngacmim të fortë, por edhe disa jo rastësira, se unë nuk e di se çfarë do me thënë rastësi, por t'i quajmë rastësi, jo aksident, ndodhi që unë isha në një kurs hollandishtje, isha në Holland ato kohën e Covidit, dhe me të mbaruar atës isha më i lirë, si me thënë, kursin nuk e vazhdoja më, librin e mbarova, edhe fillova në mënyrë të pavetdijshme shkruaja fjalë që më vinin, çuditërisht, të etimologuara. Po them një fjalë kot që më dha kënaqësinë nga të parat. Fjala e vjetër, fjala Herkul. Fjala Herkul diku njihet si Herkul në Shqipëri, diku i thon Herkules, diku i thon në anglisht i thon dhe Herk. Shkurt.
Po, diku i thonë në greqisht i thonë Heraklit, diçka e tillë. Po, duke njohur historinë e Herkulit, mu duk shumë e thjesht që kjo fjalë të ndahej ishte miksuar, duke që ishte një miksim shumë i lehtë, po i dallueshëm që do thot hekur ul. Ai një njeri që ul hekurin, që përthyen hekurin. Pra Herkuli mbahet për forcë. Ka kuptim. Dhe ky përkthim më dha, ky etimologjim më dha një lloj Indicie, po. ëmbëlsie, domethënë që mora silolapsin edhe fillova të shkruaj, pa dashur. Ke shkruar me dorë, domethënë, se është një detaj edhe. Po fillova të mbaj. Shkrimet i ke bërë me dorë apo i ke me dorë. Me mbaja bllokun me vete, kur më vinte ndonjë gjë në punë, rrugë e shkruaja. Edhe si kjo më erdhën shumë fjalë, me pak. Dhe mirë po, pash që unë nuk kisha në nivelin e Petrozhejt. Ai ishte një njeri shumë dimensional, me ato që shkruante. Vetëm një libër është e vështirë ta përthithje, se ishte 900 faqe. Megjithatë, unë jam Sokrati, edhe Sokrati mbahet për prakticitet. Unë nuk mund të studioja 15 gjuhë që dinte Petrozhej, por u tregova më praktik në këtë rast dhe u mora me alfabetet. Me alfabetet, thash, përderisa gjuhët kanë lidhje, atëherë edhe alfabetet duhet fshehin diçka, sepse këto janë tullat me të cilat bëhet kjo ndërtesë. Ajo është gjeneza, është e vërtetë. Po, dhe duke analizuar alfabetet të vjetra, të reja, nga të gjithë bota, arrita të kuptoj alfabetin tonë. Edhe kjo më dha më hapi një perde, më hoqi një perde, do me thënë që fati ishte, me sa kuptova unë, që nga që unë nuk kisha aq njohuri për gjuhën, ato nuk ndikuan tek unë. Pra, në qoftë se sot do marrësh një studius klasik të gjuhës, do ta ketë vështirë që ti ndryshosh mendjen. Unë më kollaj e kam të flas me ju që jeni në këtë fushë, po themi... Të ndryshme, jo. Po, jo të kualifikuar, si me thënë. Jo të mbush mendjen, por të tregoj diçka të vërtet. Që ju mund ta shikoni me dyshim, apo... Pra ju e keni më shumë mundësinë ta shikoni se sa një... Dhe puna me shkronja duket si diçka absurde që të nxjerrësh informacion nga shkronjat. Mirë po, ajo që më bëri përshtypje ishte që në Shqip ne 9 shkronja i përdorim si fjalë të pavarura. Fjala mohuese s, që do thot nuk, s'bëhet, s'rregullohet, është vetëm një shkronjë. Edhe kjo është kuptim, atëherë duhet të ketë kuptim edhe si simbol. Shkronja ç, që do thot çfarë, është, si me thënë, shkurtimi i fjalës çfarë. Po edhe fjala o, shkronja o, që themi o unë, o ti, do thot ose. Pra është një fjalë në vete. Atëherë këtu më lindi dyshimi që diçka lëvon brenda në alfabet. Ku i ke marrë informacionet? Ku i bazuar? Ku ke materiale? Ku ke mbledhur që i ke analizuar dhe i ke... E veçanta e këtij libri, po s'po i them të gjitha, është kjo, që unë kam shpenzuar 0 lek. Kam bërë 0 studim autorësh të tjerë, dhe po të shikosh dhe referimet, unë i kam vënë sa për mos të quajtur në qikë si alien, si liber. Pra referimet... Sa për procedurë, po. Mundet, pra libri mund të bëj dhe pa referimet që kam unë aty. Por unë jam e referuar gjuhës. Kjo besoj se është të ujë nga burimi original. Ta kalon pak edhe ku gjendet libri, a shitet online apo... Po, në online jo, gjendet në Shqipëri, gjendet në Vlorë dhe në Tiranë, në librari Artis dhe Plisi në Tiranë, kurse në Vlorë janë 2. Po dhe unë qofse kam në një të interesuar, që ashtu, po mund të më gjej në Facebook me emrin tim, Sokrat Hodo, dhe
do interesohem unë që t'ja postoj. Pra, të din pak Kam më disa shumë edhe kopje këtu. lexuesi, që të din pak më shumë lexuesi, çfarë ofron ky libër? Po. Të flasim prapë edhe me gjuhë, prapë me të... Po. Pra, si që dhe Enisa thash që kjo flet për simbolet. Unë kam gjetur kuptimin e disa simboleve, e disa shkronjave, të themi, të Shqipes, që kanë një kuptim të mirëfillt, janë fjalë të mirëfillta. Por jap edhe gacmime, duke mos dashur që ta konsumoj të gjithën, sepse kam qenë në dyshim gjatë një periudhë kohe, se unë mblodh shumë material, dhe pastaj thash, këtu ja vlen të bësh 36 libra, për çdo shkronjë nga një. Mirë po, ajo është diçka që unë nuk ose i mbahem për talent shkrimi. Nuk ose jam njeri i letrave, ta them e pranoj vetë. Por kam autoritetin e faktit. Kam gjetë një fakt, dhe disa gacmime ishin kështu. Për shembull, ne kemi, përveç këtyre që thamë, S-ja, Q-ja, O-ja edhe të tjera, ishte një shprehje që ne e përdorim në Shqip. Themi lëre në të, nuk jam në të. Nuk e di e keni dëgjuar ju apo jo. Pra nuk jam në të, nuk jam në vete. Pra të-ja, këtu ka një kuptim. Që përkthehet si fjalë. Ose lëre në të, lëre në vend, të saj. Unë nuk jam, pra kaq hedh për këtë gërëm. Pra, që ta spjegojmë pra, ky libër... Po, ky është simbolik. Ky flet për simbolik. Unë flas për simbolet dhe konsumoj, po themi në mënyrë totale njërën atë që kisha nisur. Synimi im kryesor ishte simboli Q. Simboli Q është simbol qëndre. Është simboli fjalës qëndër. Dhe pra nuk ose kam bërë pa, nuk kam mungullat e këj. Kam konsumuar edhe shkronjën gjë, po ashtu, gjë. Sepse ne në veri, jo Shkodra në qendër, po shumë qytete dhe zonat rrethina e përdorin shumë fjalën që thonë që kemi, që e përdorin na që kemi. E përdorin si që. Ne faqë shumë rrethina dhe pjesa e Kosovës, pra e përdorin fjalën, letrën që, pra, shkronjën që, dhe me thënë qënë, ne përdorin që dhe që të qoja. Po, e zvëndsojnë. Dhe unë prandaj tentova të kjo gërm, sepse në toskërisht kjo përdoret në qik më shumë, më korekt. Jo më korekt, po gjithë jugu e thot këtë tingull. Megjithatë, nuk është kjo ajo çështja, po themi. Ideja është që ky tingull më kujtonte diçka nga fëmiria ime, se edhe kjo kështu nisi. Para të gjitha këto simbolet kanë një domethënie. Ne, për shembull, përdorim një fjalë që nuk e di nëse e dini ju, po në fshat, kur duam të përdorim për të kthyer tavat, byrekun apo flit që bën andej nga veriu. Ose bukën. Po se bukën. Për ta kthyer nga ana tjetër përdore një dru në formën me një bisht rumbullak. Si saç? Jo, saç është për ta pjekur, për sikën. Por për ta kthyer këtë me një dru, kur nuk piqet nga njëra anë, kthehet nga ana tjetër. Dhe kjo quhet qër. Po, kjo quhet qër. Qër. Po. Po. Dhe ne në dialekt nuk themi qën, themi qën, jo qër. Pra ma jep qën pak. Po çuditërisht kjo ngjan me shkronjën q. Po, edhe si objekt ngjan. Po, mi jep qën është, mi jep mjetin që ngjan në mënyrë simbolike. Pra ky gacmim është goxha i hershëm, është që kur kam parë unë qërin për herë të parë. Kështu që dhe studimi i bie që fillon që atëherë. Po. Dhe unë prandaj, përveç kësaj, kjo ka të bëjmë me disa gjëra të tjera, që janë më të thella, që kanë të bëjnë për shembull me si e interpretoj unë këtë. Po themi diçka për ata që dëgjojnë. Duke qenë se në prap në Shqip, e njëjta fjalë mund të thuhet në dy mënyra të ndryshme. Të paktën unë e njoh, janë shumë pak fjalë
që në Shqip shqiptohen ndryshe. Për shembull fjala shqer, Po. që u themi qëngjave të vegjël, i thon shqer, por i thon edhe shtjer. Shtjer, po. Po ne përdorim më shumë shtjerë se shqer. Po. Pra, kjo më bëri që më solli një fakt, sepse unë kisha filluar e shikoja gjëra, që ky tingull ishte i përbër. Pra nuk ishte më që, po ishte tj. Po. Pra kjo tj-ja, shtjer, Ishte zvendos edhe mushtjer, mushtjer. mushtjer, po mushtjer. Kjo më bëri të dyshoj që ky tingull që nga i përbër. E ushtjer nuk isha dëgjuar ndonjëherë si fjalë. Po, rastësia ishte që unë në Holland e kapa këtë fakt, sepse holandezët e kishën tingullin që. Por nuk e kanë me shkronjën që. Nuk e kam në shkronjën, po pra. Jo, e Edhe kanë- anglisht ka shkronjë të caktuara të shqipes që i shqiptar, por nuk i ka të shkruara. Ata kishën një kështu në gjuhë si një fenomen që për të zbutur fjalën shtonin një je ose tje në fund dhe kjo tjeja lexohej që. Për shembull, se dhe ata gjuhë anglo-saksone, anglo-gjermane, po themi, gjermanike, hart i thonë, kurse zemër e vogël, zëmërz, që themi ne, apo loçka e zëmrës, thonë ata kosovarët, ata thonin harqe. Hart, je, shtonin këtë prapashtesën je. Pra nga edhe bilen anglisht, ata nuk e thoshin not yet, noqat, e bashkonin këtë. Po. Ky bashkim, dhe më thënë, ke një koincidencë që bëra unë lidhjen. Kjo TJ-ja ka dhe një inspiruar, e, domethënë, po, kjo kuptoj. TJ-e, Pra ti po zbërthën gjuhën shqipe se si kanë si po zbërthejnë edhe simbolet Po. në piramidat. Po. Ashtu po mendoj që edhe ti të zbërthesh edhe gjuhën Edhe sa më shumë shqipe. të kërkosh, besoj aq më shumë Po, elemente të reja nxjerr. është shumë e thjeshtë edhe unë te piramidat ka marrë informacion. Do me thënë, sepse ata thonë që simbolet, atje bile mora një, si me thënë, vull. Kam shkruar edhe për simbolet që nga alfabetet të tjera, do me thënë, të atyre kove, do me thënë, të lashta. Po, egyptianët thoshin që janë 3 lloj hieroglifesh. Një është që bën përcaktim, Po. thoshte, që vendosej në fund të fjalës, që sot në gjuhët e moderne është mbaresa. Pra ajo bënte definicion, kur themi ne makina, aja është mbares, Mbaresa e fjalës, po. po, që bën një definim të gjinis. Pra atje përcaktohet shumë gjëra, po sa kuptim kanë këto, pastaj është një gjë tjetër. Mbaresa në përgjithësi është çiksi pa kuptim, nuk ka shumë kuptim. Po. Që të thuash që kjo mbares ka është një fjalë. Ndërsa thot që ky tingull mund të jetë, ky simbol, kjo logogram, mund të jetë një tingull, mund të jenë dhe 2. Dhe këto më dhanë të kuptoj që një figurë që është një fjalë. Pra, nëse është një tas atje dhe është shkronja T apo D, do të thotë që kjo ka një kuptim. Po. Që ka një nocion. Po. Dhe kjo mund të jetë një gërm, mund të jenë dhe 2 gërma. Edhe në Shqip, këtë që e ka zbuluar, po themi, një etimolog i ri, dhe ai Agron Dalipa, ndoshta e keni dëgjuar edhe atë, ai ka zbuluar dhe ka ngritur një teori të embriomorfemave, që do të thotë Shqipja ka një fond embrionesh të vogla, siç janë fjalët ra, ha, ik. Pra Shqipja ka dhe disa shkronja që nuk përdoren në asnjë vend të botës, siç është ndoshta fjala ë. Shkronja, po. Mund të tingullohet siç tingullohet në anglisht, por nuk ekziston eja me 2. E kanë francezët, holandezët, po e kanë nga jashtë alfabetit. Po, e kanë thjesht në shqiptim. E kanë shtuar dhe japin arsyetime të ndryshme, po në alfabet nuk e kanë. Po. Si kundër mund të themi, për shembull, si gjendet shiko, ideja është që Shqipja pa dashur
nga vetë ata të tjerët e kanë kërkuar, u ka shkit ujnë në rrogos gjuhëve të tjera. U ka bërë një lloj komploti. Sot, po të shikosh, për shembull, anglishtja ka disa shkronja të cilat nuk i ka në alfabet. Për shembull, shkronja sh, lexohet sh. Po ata nuk e kanë. Po ne e kemi. E tingëllojnë, por nuk e kanë dhe gjuhë të tjera. Sepse nuk ka edhe kuptim, janë shumë shkronja që nuk kanë kuptimin fare në anglisht, kur shqiptohen. Ose apo thëja. Thën ata e kanë patur, edhe shën mund ta kenë patur. Po qëja është një tingull i vjetër, dhe unë prandaj konsistorëve. Tani që ju po bisedonit, unë po i dhja një sy të shpejt librit, se normalisht është libër i artikuluar dhe i shkruar goxha i ngjeshur, i bukur, me thënë mënyra e të shkruarit është për të vlerësuar, duke parë libra sa të vakët po shkruen sot, se po dalin shumë shkrimtarë, po vetë shpallën, po vetë quhen shkrimtarë, edhe janë materiale shumë bazike, ky është goxha dhe mua më pëlqen se unë jam gjithmonë e treshur nga fjalët tipike të gjuhës shqipe. Ke studiuar edhe në Shqipëri, pra. Po, nuk është vetëm ajo, po se kanë shumë që edhe kanë studiuar edhe prap çedojnë te kjo pjesa e të shkruarit dhe e gjuhës. Sepse Sokrati në rastin konkret nuk është se ka bërë shkollë të lartë për gjuhësim, për leksikën, nuk ka studiuar gjuhë. Dhe kur vjen puna është goxha i formuar edhe ndonjëherë njeriu e ka dhe vetën ti. Një arsye të parë kështu shumë shpejt, siç po e shikoj unë, është që këtu gjen fjalë të shkruara shqip shumë sakt, që do i ndihmojë lexuesit që ta fiksojnë korrekt fjalën se si shkruhet, sepse është një problem edhe ajo drejt shkrimi, gabimet ortografike që bëhen, dhe më pëlqen që ke gjetur shumë fjalë që unë, disa fjalë tu janë edhe herë parë që i lexoj, që si kam dëgjuar, dhe janë shumë me interes për mua që ti lexoj dhe ti di kuptimin, edhe të përpiqem ti përdor edhe në përditshmërinë time, pse jo. Është gjë shumë e mirë. Se pasuroj edhe fjalorin tim, edhe shqipja kështu nuk u mbet. Doja shumë që të më tregoje pak, se edhe një element tjetër shumë emocionues për mua këtu është Bardosh Gaçe, profesor doktor Bardosh Gaçe, që është xhaxha im. Ne e dim kush është Bardoshi, që për ne është aset dhe është element që ne krenohemi të gjithë. Më thuaj, si e priti materialin tënd, çfarë këshillash të dha, se besoj jam e sigurt që të ka të ndonjë këshill si profesor që është. Si që e bashkëpunimi jot me Bardoshin? Tani, me Bardoshin kam njohje, se baba im ka qenë edhe mik me të, edhe unë e kisha qejf nga natyra e tij. Se atë mjafton, edhe mjafton t'i thuash mirëmëngjes edhe mos thuaj më gjë, se fillon vetë. Fleta ai nuk të lodhësh e vërtet. Dhe nuk është se të thot gjëra nga më të ndryshme, të bën për të qeshur, të bën për të mençur, të jep gjëra, më pëlqen natyra e tij, është shumë. Edhe përveç asaj akoma e quan veten që jam tërbaciot edhe ashtu është nga natyra. Po, unë e mora në telefon edhe u tregua i gatshëm pa direkt, do me thënë, jam në Tiranë, tha po vi, nesër mëngjes takohemi. Kështu që, po, tha, ta bëj unë, tha, redaktimin, dhe unë, duke qenë, siç thash, nuk jam njeri i letrave, kisha nevojë për një këshillu, se kështu kam kërkuar edhe të tjerë, por nuk ma kanë dhënë, do me thënë, edhe unë, po, nuk kam tentuar, kjo u tregua i gatshëm, e vlerësoj, edhe ka shkruar diçka aty, e vlerësoj, pa tjetër që edhe mua më dha diçka, se ai e njinte edhe vetë Petrozhejn, se unë e kam bërë dhe si një dedikim librin. Përderisa indicjen e marra nga ky libër i Petrozhej, i takonte që t'i bëja edhe një dedikim. Po dedikimi është edhe për gjuhën, është edhe për femrën, sepse prandaj kanë vënë emrin Gjuha e Nënës. Vlerat që ne nuk ja kemi njohë si shoqëri, edhe pse sot ajo po e zë vendin e saj, po shqiptarët në përgjithësi kanë dhënë vendin e vet femrës, se kanë qenë dhe mbretëresha. Edhe sot për shembull. Më thuaj një kritik që profesor Bardoshi ty të ka bërë. A në qoftë se të ka bërë, se ndoshta edhe nuk të ka bërë, po më thuaj një kritik apo një që mund ta ndash me ne. Nuk e diçka konkrete, domethënë. Nuk më tha ndonjë gjë që për shembull ki kujdes me këtë, apo se edhe unë, puna është edhe unë vazhdova, mbas asaj vazhdova për punimet, se unë ka erdha këtu në Londër.
Edhe ai me shëndeti nuk ka qenë dhe aq mirë. Po në një vrejtje vlerëzim më tha. Më dha vlerësime dhe unë i thash se me mua mund të tregosh, ai i hapur është si natyrë. I thash më thuaj qa ke ndonjë gjë, ma thuaj që ta heq apo ta... Të paktën sugjerimin do ma bësh, jo, tha je shumë mirë, tha vazhdo, mëse... Flasim prapë edhe për audiencën, se cila kategori do t'i pëlqej, ndoshta kjo, edhe si të rit të jenë të interesuar, qa mund të përfitojnë nga ky libër, pra që ta t'i japin prapë edhe... Unë një element që më atroj që i syrin mua si lexuese, ishte të thash mënyra e të shkruarit të fjalëve dhe gjetja e fjalëve që pothuajse sikur po zhduken, ose janë zhdukur nga fjalori gjuhës shqipe. I gjeni në të libër. Po, unë kam 6 vjetë që merrem në mënyrë intensive, që nga momenti që mora silolaps edhe letër, si që e thash, pra nuk kam shpenzuar asnjë gjë. Thjesht me ato një ori që kisha. Po, tani ke shpenzuar se ke shpenzuar kohën. Kohën tënde dhe dijet e tua. Koha është më shtresë se gjë. Shiko, unë kam marrë kënaqësi 6 vjetë, kam marrë një super kënaqësi. A ke marrë 6 vjetë për të përfunduar këtë libër? Për ta finalizuar. Po, që ta quaja libër, e kupton, vonë. Kur pashi kisha mbush disa bloqe, e kisha bërë shumë bloqe. Edhe realisht ke të drejtë, Sokrat, sepse kjo nuk është thjesht një libër që ti ke krijuar diçka. Dhe krijimi, kur ty të ka frymëzimi, fillon shkruan dhe mund të shkruash pafund, mund të vazhdosh pa limit dhe për një kohë shumë të shkurtër. Kurse kjo është punë kërkimore, kjo është punë tamam që ti ke vënë trurin tënd në punë për të nxjerrë. Shkon dhe mënyra. Po dëgjoja një nga shkrimtarët amerikanë, po më kujtohet emri, që kishte krijuar një libër nga këto libër si quhet fantasy, dhe kishte marrë 17 vjet të krijonte librin e parë. Dhe për një vit e gjysmë kishte krijuar 3 ose 4 libra në vazhdim. Pra, kishte marrë 17 vite për të krijuar, për të pasur konfidencën. Po, edhe frymëzimi se si të vjen. A do të pasoj një libër tjetër këtë, Gjuhën e nënës? Shiko, unë sot interesi për librat nuk është aq. Apo lexojmë ne si të themi atë që është. Dhe unë vetë, nuk është se s'lexoj, po nuk jam ndonjë i thekur që të them, kam marrë iden, shqipë tani nga që duhet shkruaja këtë, mu desh të lexoja disa libra që Petrozhej u referohej. Edhe thash të shikoj qa bëhet në këta të tjerët. Mirë po, si që shikon dhe libri nuk është voluminos. Unë kam pat mundësin që ta bëja libër shumë voluminos. Si që thash, mund ta bëja edhe më pak. Bile kam bërë gabim, jam bërë pak pishmënd që se kam bërë pak më esencial. Ose të hiqja disa gjëra që... Por gjithmonë, libri i parë është gjithmonë që merë kohën më të gjatë. Dhe eksperiment, me gjitha ta ajo është... ta quajmë kështu, është një lloj lindje. Po. Pra është një libri është Your baby, si shtë në anglisht. Edhe pse quhet nëna, është my baby. Është fëmija ju t'i parë. Po, por... Në mënyrën e librit. Libër tjetër, unë nuk do doja të bëja. Kam mundësi, si që thash, të bëja 36 libra. Por, në qoftë se do vi puna për libër të dytë, libri dytë do jetë një libër komplet ndryshe. Do jetë se si... Në cilin zhanër të pëlqen pas këti, pra se kjo është një... Ky libër ka 3 zhanëre brenda. Pra ka simbolikën, që studion semiotikën, pra vetë simbolin. Pse ky tingull ka këtë formë që ka, pse cili është kuptimi i tij, dhe pse ka këtë kuptim që ka. Por ka dhe 2 të tjera. Një është etimologjia, që është duket më masive aty, merr pjesë më masivisht, por është dhe një tretë që është misticizmi. Ky misticizëm, unë aty merrem me një term, me 2 terma që ne përdorim në Shqip, me Perëndin dhe Zotin. 2 fjalë që edhe me djallin, apo shejtanin, janë disa fjalë që shumë njerëz që nuk janë besimtar, thonë që këto fjalë janë të pavlefshme. Besimtarët thonë janë të vlefshme.
Por ato janë akoma në përdorim sot, edhe ai që s'është besimtar i përdor po njësoj. Dhe unë kam bërë një interpretim të tyre. Interesante. Dhe mendoj se libri i dytë do t'jetë i përkushtuar totalisht ndaj misticizmit, pasi vetë ky libër, këtë po e them, nuk kam pat ndërmend apo qef ta them, por është bërë vetëm nëpërmjet një metode, vetëm në efektin e meditimit. Wow. Okej. Shumë interesante. Pra, unë nuk kam shpenzuar libra, por pa dashur, duke medituar për të tjera gjëra, Të është hapur një më dritare dhe të doli ky libër. Po. Dhe ky është produkt i kësaj gjëje. Se sa do kuptohet, unë kam parë që është çik vështirë që të kuptohet nga kushdo, se më bëhet pyetje që kush mund ta... Ndaj fjalën që the që për pjesën e tretë që është që do të shkruash për fantazinë, se përdoret më shumë për edhe ne, në përgjithësi, edhe unë se kam përdorur atë fjalën asnjëherë. Po. Po. Shiko, libri, unë e thash dhe një herë, se nuk dua që ta përsëris veten, thash që është me vlerë, është me shumë vlerë, edhe realisht faleminderit që e ke sjellë të material. Është me vlerë për të gjithë, shiko, ndoshta për fëmijët dhe adoleshentët nuk është shumë, nuk do ta këshilloja shumë se ndoshta edhe nuk mund ta kuptojnë, po për të rritur për prindërit e tyre është që sidomos ne që jemi në diasporë është me vlerë ta kemi si libër. Do doja shumë që të bëje një edhe me fjalët e Gegnishës, se më duket sikur pazhet në fjalë tosk shumicën e kohës, apo ka edhe Jo, fjalë të Gegnishës? unë jam referuar standardit. Standardit, me thënë Pra, bazë si jam gjuhës marrë shqipe. me standardin. Po, në kuptimin, po. Pa dashur që të krijosh ndasi, e dallojmë kuptoj. ndonjërin, po them, flas për të dyja gjuhët, nuk I prek të diskutohet. dyja, shumë bukur. Pash disa fjalë që përdoren në standard edhe në gjuhën toske. Labëri, po, në labëri. Edhe për gjuhën e këtyre arbreshve, unë them kap një fakt që e kish kapur Petrozhej, po e kish kapur Petrozhej një grimc të vogël, dhe unë mund të them që kam zgjeruar. Është një fjalë aty dhe e kam kap nga... Shumë interesante. Është realisht është një vlerë ky libër dhe është si një mini fjalor që unë them që do ta gjejnë vetë dhe do ta pëlqejnë shumë njerëz të zhanreve të ndryshme. Shumë ta lexoj. Tani me që të përfitoj pak nga rasti unë. Tani me që me librin, jo se e mbyllëm se libri është kryesori, po të hapë edhe një detyren e tërbaçi. Unë do t'i dedikoj një emision të tërë fshatit ton tani, fshatit tim dhe fshatit ton. Po sot nuk mund të lë të ikësh ti pa folur dy fjalë, po, të më thënë të flasim parë për vendlindjen ton, për fshatin ton, për vendin ton. Jo shumë me detaje, se këtu do ta lëm për një emision tjetër që të jemi më të plotësuar, që mos bëjmë gabime se do na vëmë para përgjegjësisë pastaj dhe nuk duam të marrim. Po nuk bëjmë gabime nëse flasim si të flasësh për vete. Po bëjmë gabime se është edhe pikpamja jote se si e ke parë, se ndoshta dy njerëz të ndryshëm mund ta shohin diçka, po e shohin krejt ndryshe. Pra edhe është kjo e bukur sepse nuk e di a ke lindur ti në fshatin tënd. Unë e di që ti nuk e lindur në fshatin e babait. Po zëre se kam lindur, kam disinë se ku kam lindur atje. Unë atje jam rritur. Shiko, për fshatin, unë pa thënë me që më the mund të bësh gabime, unë dhe vetë të libri kam bërë disa gabime, të themi, me vetdije. Për mos ta quajtur një libër të perfekt. Këtë e kam bërë me vetdije. Kush i gjën, disa janë të thjeshta, disa janë më të vështira, por i kam bërë këtë, po themi, kam përdorur dhe disa teknika të tilla. Si thonë ne në këtu në anglisht, you have to be imperfect to be perfect. Po, sepse perfeksioni kështu vjen nga imperfeksioni. Fshati ynë, për ata që nuk e njohin, po dhe për ata që e njohin, mbahet për disa gjëra që janë unike në Shqipëri, që mund të jenë edhe shtyllat e diskutimit temën e ardhshme. Tërbaçi ka këto karakteristika. Një, ka një tum varr i lirë, që është shumë i vjetër. Nuk ka në zonë rreth.
Ka një të dhënë nga më të vjetër, ndoshta në Shqipëri, që quhen varet Pellazgi. Kemi një emër tim, vari i Pellazgut, që kjo gjendet vetëm në një letër. Edhe akoma nuk e kanë, pra teoria pellazgjike është diçka akoma e diskutueshme dhe e pa faktuar. Kurse ne e kemi si fakt. Fakti i tretë është që ne kemi një nga emërtimet, një nga kafshët me më emër në rajon, që është qeni Tërbaçi. Është një racë unike ajo, po. Po, është një qenë mollos, siç është ai i sharrit. Siç është qeni i sharrit. Pra, sharri është krenar për qenin e tij. Sepse i ka vënë dhe emrin. Edhe qeni Tërbaçit, unë jam habitur për shembull. E kemi dhe si shprehjen e ke kokën si qen Tërbaçi në zonat tona. Po, kur kam shkuar në shkollë të mesme, kam bërë në Gjirokastër, herë e parë që ikja, edhe kur më thonë më nga, si qen Tërbaçi, e kemi dëgjuar, domethënë, edhe unë habita që njihnin këtë shprehje. Po, përdoret në Shqipëri, është e vërtetë. Po, është një racë qeni që mbahet për besnikëri, një. Edhe që është i fortë. E dyta është që e hante ujkun. I fuqishëm. Po, i fuqishëm. Dhe e treta ishte që nuk lihte kot. Po. Lihte vetëm një herë. Është raca e lire kjo. Nuk ishte qenë që lihte kot, kështu si zagar. Po plus që kemi dhe elementë shumë, kemi Alim Xhelon që ne krenohemi, kemi Hysni Kapon. Po, pastaj njerëz, kemi goxha figura nga. Po, ka të vjetër dhe të rinj. Se edhe profesor Bardoshi është një vlerë e pa diskutueshme, e kupton, te njerëzit modern që sot po u bie vlera, nuk janë më, Bardoshi është tek ata që ka ndriçuar fort. Për mendimin tim ai është, unë e fus në rang shkencëtar, sepse ai është një njeri mirë për Tërbaçin që ka informacion pa fund. Po ai ka informacion për gjithë Shqipërinë nga cepi në cep. Ai jep mësim në Universitetin e Tetovës, gjithashtu, përveç edhe në Universitetin jep në Tiranë edhe në Universitetin e Vlorës. Me thënë është i kudo gjendur profesor Bardoshi. Ka bërë dhe shkrime shumë atje dashurin mua për Ali Aslanin, profesor Bardoshi ma ka implementuar që u kam që fëmi. Më sillte librat e Ali Aslanin, se unë nuk e njifja në shkollë, nuk është se i kishim prekur dhe shumë, pak për ciptazi në gjimnaz, në 8 vjeçare, dhe ai ma ka stimuluar. Dhe tani që jam rritur e kam kuptuar se çfarë materialesh fantastike ai mua më ka dhënë për të lexuar dhe për të mos të them që ndoshta të leximin. Ai ka qenë një nga shtysat dhe kujtoj gjithmonë kur shka në shtëpinë e tij, një shtëpi modeste, një apartament modest, i mbushur me libra në gjitha anët. Domethënë kishte vetëm pirgje dhe grumbuj me libra, domethënë tavolina e mesit me bloqe që ai shkruante dhe mënyra se si fliste, ai fliste me një realisht me një dashuri, me një pasion që dojes ti ta implementon, ta ngujonte edhe ty, ta nguliste edhe ty atë. Po. Atë. Kështu që duhet ja lëm pak. Jo, edhe pak për këtë, po, patjetër, vetëm pyetjen e fundit. Si zonë turistike, meqense edhe emisioni jon kryesisht të ka si përveç kulturës ka edhe turizmin. A e shikon ti fshatin Tërbaç si një element që premton për turizëm në të ardhmen? Se ndoshta për momentin akoma është i virgjër, është pa infrastrukturën e duhur. Në fillimet e para, në vitet 90 pati një lulëzim. Domethënë ajo që sot bëhet në Malsi, u filloi dhe në Tërbaç. Ishte një disa agjenci, themi apo të dikurshme, që sillnin turistë aty. Edhe kishte goxha, domethënë, po themi behari ishte i mbushur. Edhe ishin shumë të kënaqur. Po, ose natyra është ishin shumë të kënaqur sepse po natyra e vendit ton është, po themi, e veçantë, ka veçantit, duket sikur, se normale që do ngjaj ne jemi të rrethuar nga shokë miq të mirë rreth rrotull. Të gjithë ata fshatrat rreth rrotull janë të standardit të njëjtë. Por pamja që ka fshati ynë, është pak më i privilegjuar, po. Se mund të shkosh për shembull në Mesaplik. Mesapliku është mes të sheshit, shikon Luginën. Mund të shkosh Tërbaç, shikon Mesaplikun. Pra janë dy këndvështrime që shikon të njëjtën gjë.
A është Tërbaçi në pikën më të lartë, më duket? Po. Si gjeografikisht? Shtëpia ime, në unë krahasim me jam fshatrat e tjerë? pothuajse në shtëpitë e fundit, gati 700 metra mbi nivel të detit. Po, pra, Në fakt kjo po më ngel mua në Ka zonë mendje malore. edhe këta varrezat e lirëve, ndoshta sepse është historia pasur për ne shqiptarët dhe është shumë gjë interesante që ndoshta dhe të shkojnë të lexojnë më shumë edhe për këtë pjesë. Shiko, Tërbaçi, për mendimin tim, unë kam qenë se ajo kurioziteti për veriun që ka jugu dhe veri e kundërta, është. Unë për shumë kur kam vajt në Theth, në Valbon, do me thënë, janë mrekullira, mirë po mund ta krahasoj me to. Zonë malore jemi dhe ne. Sepse po, të shikosh malet nga mënyra, nga këndvështrimi si kam parë unë, se unë jam rrit deri në 18 vjeç. Edhe më vonë atje veja shpesh, nuk diskutohet, lidhjen e kam, po e njoh domethënë atë natyrën e malet, i kam bredhur. Dhe janë shumë tegra. Malsi quhet ande nga Thethi, po Malsi është edhe tek ne. Por tek ne nuk është vështirë të nuk ka akses. Është me vështirë që të dalësh në disa maja. Disa vende, po. E çfarë si ushqime apo si fruta, çfarë ka tipike Tërbaçi apo mishin e qingjave, se janë me që ka dhe shumë çobana andej që merren me. Nuk ka shumë, tani si punë e librave, as librat si lexojnë, as baktit nuk i... Është një pjesë që lexojnë, është shumë interesante. Ne të dyja e lexojmë, unë lexoj gjithmonë me ka dhe që lexojnë, po shqipja. Po një pjesë të rritë. Me qenë se dolëm, më falë, do të flasë prapë, me qenë se më thatë kujtja sugjeroni librin. Për shembull, artistët do ishte gjuna mos ta lexonin. Për mua, unë e kam bërë librin dhe si ta lexoj gjithë bota, edhe mos ta lexoj asnjë, unë e kam marrë kënaqësinë time. Por mund t'u sugjeroj atyre sepse për simbolat, duke kuptuar simbolet, mund të kuptojnë dhe simbolikën e artistike. Mua më ka ndihmuar që të hyj në simbolin e të pikturës, të letërsisë. Një që merret me letërsi, gjuhësi, duhet patjetër mos ta nënvlerësoj. Kjo pra është Tërbaçi që ka gjetë, ka dhe njerëz fantastik, shkrimtar, artista. Kanë nxjerrë shumë intelektuale, vërtet është kjo që fshati kanë nxjerrë shumë intelektuale. Ushqime, ne themi se çfarë ham jemi, ndoshta është edhe ushqimi atje në karakteristike për ne është ajo që ka qenë për Labin, mishi me pak gjak. Po, me pak gjak. Edhe ajo ka një histori. Të pëlqen, e kam marrë këtë nga disi. Pavarësisht se unë kam që nuk ham e kam ndaluar këto. Se jemi modernizuar, pra, pikërisht. Edhe jo, po tani unë kam jetuar me to, kam jetuar me kafshët, edhe që të presësh një kafsh, nëse do që ta kuptosh këtë gjë, duhet që nëse do të hash mish, duhet dhe ta therrësh. Po. Nëse jam therrur, po kam ngrënë mëlçin edhe shpretkun të gjallë, po, që fëmijë, jam mësuar që ti ha ato që ti konsumoj. Edhe unë thaj, unë e lash me këtë ide. Nuk kam më zemër që të therr një kafsh. Kështu që nëse nuk kam zemër... Sa më shumë që të studiosh, aq më shumë vën pikpyetje çdo gjëje. Kështu që nuk kam më zemër dhe ti ha. E kam të vështirë. Por, gjithsesi, ushqimet të tjera, qa janë tipike në fshat. Unë jam rritur me frutat. Goricat, për shembull. Goricat, po. Që sot nuk i... Janë pak si dalë, pak o dalë. Mund ta krahasojmë goricën me gjuhën shqipe, me që se dolëm këtu. Pra, gjuhët e tjera janë të mëdha të bukura, si t'i krahasojmë me mollën, me ftojnë, me dardhën, kurse kjo është gorica. Që duhet ka dhe ajo shijen e saj. Dhe nga ajo vinë të gjitha dardhët e tjera, si me thanë. Po, mushmolla, që ka nuk njifet. koçimare, që mua nuk e lejonin të konsumoja. Po, koçimarja, që janë, po themi, fruta endemike. Pastaj kemi dhe rakin, pastaj që kemi... Rakin, po, rakin e vëndit. Po, ajo që ofrohet është pamja. Ka ndonjë restorant në... Ka, është një, po është poshtë atje, po është lartë nuk ka. E kuptoj. Megjithatë ata që kanë bujtin, më duket, besoj ofrojnë dhe në ofrojnë edhe për të ngrënë, okej. Për mëngjes.
edhe atje ka dhe panel. Lumi, më thuaj pak për lumin që kalon, është, më thënë, mund të frekuentohet nga, po Shushica, e di, po, është frekuentohet nga njerëzit, mund të bëhet plazh atje, mund të lahet atje, apo? Ka, po, mund të lahen, Po, është edhe një vend... Është rrjedha, apo është lumë që mund më shkojë nga Shushica, po. Shushica është që mund të trenohemi dhe si krahin, është i vetmi lumë i pashfrytzuar, i egër, quhet në Evropë. Edhe është mbrojtje, vjosa tani mbrohet, është në mbrojtje. Dhe Shushica mund të bësh plazh, mund të bësh edhe pak më poshtë, unë vitin që kaloi shkova në Brataj. Po ndoshta është dhe i rrezikshëm, ka përshtypjen apo jo? Në Brataj te ure e Bratit, se edhe ajo është një element i lezetshëm edhe që duhet. Po, do t'i bëjmë pak xheloz ata të Bratit, se ne do bëjmë një emision për Tërbacin, kështu që do t'i... Po, janë vëllezërit tanë. Janë tanët, po, do t'i sfidojmë. Po, ne pak. ka qenë aty në Tërbac, ka qenë një urë, ndoshta më e madhe se ajo, e vjetër është rrëzuar. Po kanë ngel disa rënoja të një kalaje që quhet kalaje Cerjes, dhe ura e Bogdanit. Ato kanë vetëm cambetje, janë me gur pelazgjik, me gur të mëdhenj. Edhe ky është një element që kush ka interes mund ta vizitoj, patjetër. Është interesant. Okej, nuk u japi më shumë. Kemi dhe shpellën e birbilenjve, që edhe pse janë bërë disa emisione, nuk mua me dihet pëlqejnë shumë këto, të vizitoj këtë shpellë. Do t'i më falë, do t'i bëjmë. Shiko, emisioni të veçantë, po, e vetë, okej, po do një lëmë. Të fundit zot zbulojmë shumë, prandaj që ta lëm për herën tjetër. E veçanta është që në Tërbaç mund të provoni ujin më të ftohtë në botë. Po, edhe uj më i lehtë edhe uj më i mirë. Atje që vështirë të shkohet, se është në mal, por ja vlen, unë kam qenë edhe ja vlen. Duhet të faleminderit, Sokrat, ishte kënaqësi, ishte shumë interesante. Shumë faleminderit nga ju. Me të vërtet, nuk e di thamë gjëra që... kam nevojë për ta lexuar këtë libër. Ke nevojë, po. Faleminderit shumë Sokrat që erdhe, që na kontaktove dhe që erdhe, se realisht ishte një vlerë. Emisioni sot është një vlerë për ne, që të dëgjuam dhe për gjithë dëgjuesit tanë. Shpresojmë shumë që ti ta materializosh librin tjetër, edhe pse thua që okej, mund, po jam e sigurt që ke për ta bërë diçka tjetër. Dhe shpresoj që ta bësh sa më shpejt, sa më mirë e të vish prapë që ta promovosh këtu te ne. Ndërkohë ne bashkë do bashkëpunojmë prapë për këto temat që temat të tjera, po patjetër. Faleminderit nga të dyja ju për pyetjet. Më pëlqyen sepse është e vështirë, tema është e panjohur. Megjithatë ju patët idenë të ngrini pyetje të rëndësishme dhe me kuptim. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kaq kishim edhe për sot Dezi. Ti falenderoj të shikues, një mbrëmje të këndshme dhe mirë takofshim emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.